Përshëndetje miq të emisionit ne. Ja ku po takohemi në këtë edicion të ri të vitit 2024 dhe padyshim se do t'ju sjellim edhe frymë të re përmes temave që do t'i trajtojmë. Ne do të flasim për të rinjt, ata të cilët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në shoqëri duke sjellë freski dhe energji, por jo vetëm, ata janë forca e së nesërmes dhe shpresa e së ardhmes së një shoqërie. Të rinjt vullnetar shërbejnë si katalizator të ndryshimeve pozitive në shoqëri. Ndikimi i të rinjve në komunitet është i ndjeshëm në shumë nivele. Ata shpesh marrin pjesë në projekte dhe aktivitete vullnetare, të cilat adresojnë çështjet e ndryshme shoqërore dhe mjedisore. Përkrahja dhe mundësitë që u ofrohen të rinjve janë thelbësore për zhvillimin e tyre. Investimet në arsim dhe trajnim profesional, përkrahja e iniciativave të tyre vullnetare, si dhe krijimi i mundësive për pjesëmarrje në vendimarrje janë faktorë që kontribuojnë në aftësimin e tyre për një të ardhme më të ngritur. Aftësimi për një të ardhme me perspektive evropiane është një synim i rëndësishëm për të gjithë të rinjt kosovar. Ky proces përfshin edukim të përgjithshëm, një ulje të thellë për vlerat evropiane dhe pjesëmarrjen aktive në aktivitetet që promovojnë bashkëpunimin ndërkombëtar si dhe tolerancën. Elion Kollçaku, një gazetar me entuziazëm dhe aftësi shumë të mira profesionale, përfaqëson një model të rinj të përfshirë dhe të angazhuar në ndërtimin e një të ardhmeje me perspektivë evropiane. Elioni gjithashtu është anëtar i Federatës së të rinjve evropian dhe ilustron përkushtimin e të rinjve ndaj integrimit evropian dhe pjesëmarrjen aktive në organizata të ndryshme. Në rolin e tij si gazetar, ai kontribuon në informimin e publikut dhe formimin e opinionit publik, duke sjellë një perspektivë të re dhe duke promovuar vlerat e demokracisë si dhe lirive themelore. Në emisionin e sotëm do t'ju informojmë më shumë edhe për Federatën e të rinjve evropian, por edhe për funksionimin, rolin dhe rëndësinë e kësaj federate dhe gjithashtu për mundësitë e të rinjve të cilët janë pjesë përbërëse e saj. Në një intervistë ekskluzive me Elionin, bashkëpunëtorja e emisionit tonë, Ema, do të shqyrtoj pyetje të rëndësishme që hedhin dritë mbi angazhimin e tij si dhe përfitimet që mund të sjellë përfaqësimi i Kosovës në Jeff Europe. Por gjatë intervistës do të kuptojmë akoma më shumë për gazetarin e ri entuziast, Elionin, i cili karrierën e tij e filloi në Kosovë, por nuk e dimë se në cilin shtet të botës do të përfundoj. Pa zgjatur më shumë, ju ftoj ta përcjellim së bashku intervistën e vazhdim. Përshëndetje, mirë se u gjej dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që kjo ardhë. T'ja nisi me pyetje kryesore dhe shta me ditë se kush jeti, kush është Elioni? Faleminderit për këtë pyetje interesante. Ta përkufizosh veten se shumë e lehtë, mirë po besoj eksperiencat e përkufizojnë pak a shumë një person. Dhe unë jam një djalë që vi nga Kosova, për momentin studioj në Varshavë, kështu që jetoj në Poloni. Atje vazhdoj studimet për një master të avancuar në studime evropiane. Ndërkohë kam mbaruar edhe shkollimin tim përkatës në media dhe komunikim. Jam i specializuar në marrëdhënie me publikun nga Universiteti i Tiranës, si master i parë, si master shkencor që e kam përfunduar atje. Po ashtu edhe kam studiuar edhe për gazetari, kështu që kam studime themelore i kam mbaruara për gazetari nga Universiteti i Prishtinës. Po Elioni kush është? Unë Elionin e kisha nisë me Elionin si fëmijë, me që jemi në një emision të tillë ku po intervistojmë pikërisht në një emision ku po rikthehem pak a shumë pas 10 vitesh, pak më shumë se 10 vite. Ka qenë përvojë fantastike kur jam intervistuar si fëmijë, kur kam qenë thjesht vullnetar në një revistë rinore në qytetin e Pejës, ku unë kam jetuar deri në moshën 18 vjeçare. Atje kam punuar vullnetarisht dhe kam shkuar tikuj të ndryshëm dhe jam marrë me pjesën e medias, aty e kam pa për herë të parë se çfarë është media, kështu që si edhe ti tani në këtë pozitë si gjimnaziste, kështu që është përvojë shumë interesante, ku mëson shumë, edhe ndoshta të merr edhe disa vendime për të ardhmen tënde. Kështu që ky moment, gjatë kohës sa kam punu vullnetarisht aty, ka qenë determinues që të vendos të kaloj për studime për gazetari. Jam i lumtur që kam studiuar për gazetari, se kam mësuar shumë nga gazetaria, edhe kam punu në lidhje me gazetarinë, në media të ndryshme, jo vetëm shqiptare, por edhe ndërkombëtare, sepse unë kam jetuar në Tiranë për një periudhë, për shkak se kam studiuar atje. Studimet e para për masterin e parë i kam bërë atje, kam punuar edhe për gazetar të mirënjohur si Rudina Gjunga, tek dritare, kam punuar edhe për Deutsche Welle, po gjithsesi kam punuar edhe në PR, në marrëdhënie me publikun, në universitet, në shtëpinë botuese më të madhe në Kosovë,
në institucione të ndryshme në shoqëri civile, kështu që përvoja ime vazhdon, edhe për momentin jam duke kryer studime tjera, kështu që të ardhmës nuk i dihet edhe Elioni vazhdon edhe ndërtohet me vite. Po shumë mirë, kjo presim edhe me arritë edhe shumë sa në mandej. Si ke arritur t'i lidhësh interesat tua gazetarisë me punën që e kryen? Kjo pyetje është shumë interesante për shkak se profesioni është shumë i rëndësishëm në jetë, mirë po me vitet je kupton se edhe mund të ndryshosh. Unë zakonisht them që një jetë nuk ka plane, edhe unë nuk funksionoj me plane, nuk e shoh të ardhmen time vetëm me plane. Për shembull, gazetaria ka ardhur spontanisht sepse ka qenë diçka që e kam dashur me vite. Unë si fëmijë kam lexuar shumë libra, kam qenë koleksionist i gazetave, i revistave, edhe madje për një fëmijë ka qenë edhe interesante se si mund të jetë kaq shumë i interesuar edhe për gazeta, për revista. Unë si fëmijë kam bashkëpunuar me plot kryeredaktorë dhe redaktorë të ndryshëm, jo vetëm në Kosovë, madje edhe në Shqipëri. E mbaj mend, i dërgoja artikuj Arjan Konomit te revista Shqipës, Aulona Mustës, Dalina Buzit, kam pas kontakte me plot gazetarë dhe kryeredaktorë të revistave të mirënjohura, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Kështu që ajo lind, zakonisht ka të bëjë edhe me interesat e tu si person, edhe si fëmijë, e shef vetën se çfarë të pëlqen më shumë. Kështu që kjo ka qenë pak a shumë spontane se se jam futur në këtë profesion. Mirë po, profesioni është shumë i rëndësishëm kur ti e ushtron ashtu siç duhet. Jetojmë në një kohë ku shohim se gazetarinë kanë kthyer në një lloj burimi të dezinformatave, që fatkeqësisht nuk është misioni i gazetarisë, shumë shpesh e quajnë fake news ose edhe manipulimi informacionit, varësisht se si janë terminologjitë. Mirë, po misioni i gazetarisë është shumë fisnik, sepse ti informon njerëzit, edhe mbi të gjitha kur e do profesionin tënd, ti e ushtron në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu që misioni fisnik i gazetarisë ka qenë edhe arsyeja pse jam futur në këtë profesion, edhe ka qenë motivi im që të vazhdoj tutje. Për të ardhmen nuk e di sepse ndryshojnë planet, siç e thash në fillim, mirë po gazetaria ka qenë një profesion që e kam dashur gjithnjë edhe kam dashur ta ushtroj në një format të tillë. Unë rregull, faleminderit. Si me thonë, çka ke përfituar deri tashmë në gazetari, çka ke disa sende më specifike që ti ki përjetuar më ndryshe? Nga gazetaria, po dhe nga çdo profesion, nëse ti ta shfrytëzosh në mënyrën më të mirë të mundshme, mund të përfitosh shumë. Nga gazetaria unë kam përfituar shumë kontakte, sepse ti takon shumë njerëz, gjatë rrugtimit tënd, takon njerëz, interviston njerëz, mëson për histori të ndryshme të njerëzve. Unë për shembull, po t'jap shkurtimisht disa personazhe që i kam intervistuar, ma kanë ndryshuar edhe jetën edhe po të kuptimin tim, kanë qenë personazhe shumë interesante sepse unë si gazetar i ri, edhe madje edhe si student i gazetarisë, kam filluar me intervista dhe me reportazhe, sidomos për disa personazhe tepër interesant, për disa persona të moshuar, që sot edhe kanë ndruar jetë fatkeqësisht, mirë po kam dashur t'ju kthej imazhin që e kam pas ata në rini, që t'jap një lloj reflektimi për jetën e tyre, se kush kanë qenë ata, edhe kjo më ka bërë me undje mirë, sepse gazetaria të bën edhe me undje mirë. Momentin që ti shkruan për disa personazhe që mund të mos jenë në vëmendjen e publikut, që edhe mund të jenë harruar. Për shembull, një zonjë që ka qenë në shtëpinë të moshuarve, unë kam dëgjuar komplet rastësisht për të. Mirë po ajo madje historia e saj ka qenë zonja në Të Bardha, edhe kam vendosur që ta shkruaj këtë histori dhe kam shkuar në shtëpinë të moshuarve në Gurakoc, në një fshat afër Istogut, edhe kur doli historia, shkova ta takoj prapë dhe ja dërgova reportazhin e shtypur. Edhe tha, do të fler me këtë reportazh, me këtë letër në një astekun tim derisa të vdes. Edhe fatkeqësisht ajo vdes shumë shpejt, 3 muaj pas reportazhit, mirë po kjo ka qenë nga përmbushjet e mia se të paktën arrita që ta gëzoj një grua në moshë të thyer në ditët e fundit të jetës, ta shpërndaj historinë e saj tek njerëzit që edhe nuk e kanë njohur fare, po edhe ata që e kanë njohur dhe e kanë dashur. Kështu që nga gazetaria mëson shumë, nga personazhet mëson shumë. Është një profesion që të mëson për ditë, mirë po tani jetojmë në kohën ku gjithçka është kthyer në multimedia, në konvergjencë mediale,
ku gazetarin mund ta transformosh në formate të ndryshme, ja si ky podcast, po edhe shumë formate të tjera, që mëson gjithkohës nga njerëzit që i takon, nga historiet që i dëgjon, që është një pafundësi mësimesh gjatë gjithë jetës tënde, edhe nëse nuk e ushtron direkt profesionin, sepse sot nuk jam momentalisht duke ushtruar gazetarin, mirë po unë shkruaj vazhdimisht për njerëz, edhe në rrjetet sociale shkruaj historiet njerëzve, kur të takoj një person, kam dëshirë të shkruaj për atë person. Tani në Poloni kam takuar një zonjë që ka përkthyer autorët më të njohur shqiptar, edhe është polake dhe kam zuluar që jeton vetëm një stacion metroje larg meje, 20 minuta në këmbë, edhe thash sa me fat jam ta kem një personazh të tillë kaq afër meje që e flet një shqipe brillante, edhe që ka përkthyer autorët më të mirë njohur shqiptar. Kështu që nga gazetari jam sa për ditë. Tani, si që përpande më herët, në gazetari e marë gjatë fillimit të mësimeve, cilat janë disa nga intervistat më interesante që i ki bërë? Disa nga intervistat më interesante që unë i kam bërë, është pikrisht kjo me zonja në Të Bardha, ka qenë një nga intervistat më të veçanta për mua, mirë po për shembull kam marrë edhe personazhe të tjerë, si zonja Shqipe Malushi, që kam bërë një intervistë me të, se si është largu nga shtëpia, se si ka arritur të shkojë në Amerikë, ka qenë një nga vajzat e para që i ka thyer rregullat patriarkale të shoqërisë tonë. Kështu që ka qenë një intervistë që ka zgjuar shumë interes, dhe atë intervistë madje e kam botuar si student në kohën kur kam qenë kryeredaktor në revistën O Box, që e kemi themeluar studentët e gazetarisë në vitin e tretë. Kështu që ka qenë një arritje për mua që e botova në revistë të shtypur, që vetë botuam ne. Ka qenë një nga intervistat më të bukura. Pastaj kam intervistuar zotin Rakip Rusta, tashmë të ndjer, 92 vjeçar i kohës së internetit, ka qenë i fiksuar me internetin, gjatë gjithë kohës shkruante dhe më duk personazh shumë interesant. Për lirikën, një vajzë në karrocë me aftësi të kufizuara, por me një botë shumë të madhe, një poete shumë e talentuar, që fatkeqësisht ka ndruar jetë edhe ajo. Për zonjën Kimete Borinca, që ka shpërndar pikturat e bashkëshortit të saj, tashmë të dy të ndjer. Kështu që kjo është edhe një lloj trishtimi, sepse në momentin që ti shkruan për personazh që edhe mund të kenë histori shumë sensitive, histori shumë të trishta, po që në të njëjtën kohë janë personazhe me një botë shumë të bukur, ti prapë gëzohesh që ke arritur që ta transmetosh mesazhin e tyre të njerëzit, ke arritur të transmetosh historinë e tyre të njerëzit, edhe pse ata sot mund të mos janë, prapë historitë e tyre vazhdojnë të lexohen, edhe vazhdojnë marr komente nga njerëzit për ato histori, për ato reportazhe që i kam shkruar. Bashkë me këto arritjet mëdha që i kemi bërë, a ke pas ndonjë vështirësi gjatë mësimeve, ose kohës që të ka dra edhe me shku në Varshovë për studime? Studimet janë proces shumë i bukur, po dhe i vështirë në të njëjtën kohë, sepse gjatë gjithë kohës duhet hulumtosh, duhet lexosh, ka shumë stres, po normale që e bukur është sepse në fund ti përfiton aq shumë dhe rritesh si person, kështu që gjatë gjithë studimeve të mia, edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, edhe tash në Varshavë, un kam mësuar dhe jam rritur gjithkohës edhe më shumë. E kam parë tek vetja që ka qenë një rritje profesionale, sepse unë nga gazetaria, nga media dhe komunikimi kam kaluar në studime evropiane, kështu që janë edhe fusha të ndryshme me njëra tjetrën, po prapë ti mëson gjatë gjithë kohës, nga mësimet që ke, nga njerëzit që takon, sepse një gjë që dua ta veçoj sidomos këtu është që tani në Varshavë unë jam me 120 studentë të tjerë nga 30 vende të ndryshme të botës. Kështu që janë 30 nacionalitete të ndryshme me të cilat unë bashkëjetoj për çdo ditë në një kampus që qëllimin kryesor e ka bashkëjetesën e njerëzve, ta kuptojnë se si është të koekzistosh bashkë me njerëz të tjerë, me identitete të tjera, por që ti përqafosh këto identitete dhe ti respektosh në përditshmëri, se dhe të bashkëpunosh me këta njerëz. Kështu që unë kam mësuar gjatë gjithë kohës nga studimet dhe nuk pendohem asnjëherë për studimet që i kam marrë përsipër, edhe për mënyrën se si më kanë rritur si person. Faleminderit shumë. Tani të vazhdojmë tek pjesa e dytë e bisedës, që nuk është as pak më e rëndësishme, të flasim për përfaqësimin tënd si federalist rinjve evropian, si mund të jetë kjo, si mund të bësh pjesë e kësaj organizate, se si e bër. Faleminderit, kjo pyetje është shumë e rëndësishme,
për shkak se unë jam shumë i lumtur që jam federalist dhe jam pjesë e rjetit të federalistëve evropian të rinjve. Sepse Jeff Europe është një organizatë e cila për qëllim kryesor ka federalizmin, mirë po mbi gjitha promovon të rinjt në për gjithë Evropën dhe ka për qëllim të bashkojë të rinjt e Evropës, sepse edhe të rinjt nga Kosova janë të rinj evropian. Këtë duhet ta kemi parasysh, edhe ardhmja jonë është drejt Bashkimit Evropian. Kështu që unë në këtë intervistë bëj thirrje që gjithë të rinj që kanë interesim, le të më kontaktojnë, po le ta kontaktojnë dhe Jeff Kosovo që të bëjmë pjesë e rjetit të federalistëve, sepse ka pafund mundësi, unë për vete vetëm me Jeff Europe kam udhëtuar në plot vende të ndryshme, si Madridi në Spanjë, si Belgjika, pastaj Parisi. Kam udhëtuar gjithandej me mundësi që i ka Jeffi, sepse ka pafund trajnime, konferenca, organizime të ndryshme, kështu që është një mundësi fantastike për të rinjt e Kosovës që të shohin se si frymon Evropa, edhe cilat janë qëllimet që na përbashkojnë neve si të rinj kosovar, bashkë me të rinjt nga gjithë Evropa. Si është, me thënë, çfarë të më frymëzon për të jap vullnet për këtë organizatë, për të punuar këto? Unë, siç e thash, po studioj momentalisht për studime evropiane, kështu që unë kam vendosur që ta ndryshoj edhe karrierën time, të kaloj në një fushë tjetër, vetëm nga pasioni që kam që ta shoh Kosovën sa më shpejt në Bashkimin Evropian dhe të shoh të rinjt e Kosovës se si kyqen në rjete të tilla evropiane, sepse siç e thash, ardhmja jonë është drejt BE-s, ardhmja jonë është evropiane, edhe identiteti jonë është evropian, kështu që unë thjesht shkoj drejt identitetit tonë të vërtet, identitetit evropian dhe është një nga qëllimet dhe frymëzimet e mia që të vazhdoj tutje me këtë organizatë dhe i ftoj të gjithë të rinjt që të bashkohen, pse jo, ka pafund mundësi dhe Jeffi është gjithmonë i hapur për gjithë. A kemi ndonjë avantazh në arritje si nëse të rinjt e këtyre gjeneratave të reja të ndihmojnë ose të arrijnë diçka bashkë me kontributin e tyre në organizatë? Po të rinjt mund të kontribuojnë në formate të ndryshme, sidomos tek organizata Jeff Europe, në rastin konkret në Jeff Kosovo mund të kontribuojnë që të bëjmë fushata sensibilizuese, sidomos deri tani ka qenë fokusi kyç tek liberalizimi i vizave, nga këto synime u arrit përfundimisht. Kështu që tani kemi pafund arsye të tjera për çfarë të lobojmë edhe për çfarë të flasim gjithë kohës tek Jeff Europe. Mbi gjitha është flasim për njohjet e vendeve që deri tani janë mosnjose, janë 5 vende mosnjose nga Bashkimi Evropian. Duhet bërë fushate vazhdueshme dhe pashtu është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe antarësimi në organizata ndërkombëtare më të rëndësishme për ne, si Këshilli i Evropës etj. Kombet e Bashkuara. Por gjithsesi Jeff është i hapur, siç e thash, kështu që ka pafund mundësi, thjesht duhet angazhimi të rinjve, siç e thash, edhe vullnetarisht është të rëndësishme që të angazhohemi, sepse një ditë do të shpërblehet. Siç u shpërblyet për mua, shpërblehet edhe për të tjerë, kështu që angazhimi vullnetar sjell vetëm të mira. Në vazhdim, nga kush ke pasur më shumë të mbështetje gjatë rrugtimit tënd personal dhe profesional? Patjetër që nga familja, është shumë e rëndësishme mbështetja familjare, prindërve, po edhe familjarëve të tjerë. Këtu përveç prindërve të mi, unë dua ta falenderoj edhe gjyshin tim që ka qenë si një lloj mentori për mua, po për te familjes unë dua t'i falenderoj edhe profesorët e mi, sidomos disa nga profesorët, si këtu mund ta theksoj Artan Fuga, ka qenë mentori im i temës së diplomës, masterit të parë që e kam bërë në Tiranë, që ai ka qenë një person që më ka udhëzuar vazhdimisht edhe në fund doli një produkt shumë i mirë, tema e masterit ku u shpërbleva edhe me medalje të artë në fund të studimeve, që dua ta falenderoj publikisht profesorin tim Artan Fuga, dhe tani falenderoj edhe profesorët që janë në Varshavë, ndërto dua të veçoj mentorën time aktuale, e cila është Carrie Longhurst, profesoresh nga Anglia, që është mentori aktuale temës sime të diplomës në Varshavë. Faleminderit. Të ishta të pyes se cilat janë vlerat dhe bindjet e tua që i të udhëheqin deri më tani?
Pyetje sa e mirë dhe e vështirë në të njëjtën kohë, por janë patjetër disa vlera që duhet na ndjekin gjatë gjithë kohës. Unë e kam shumë të rëndësishme që të jem korrekt në punën time edhe të jem korrekt pa manipulime. Dhe me thënë të ushtroj profesionin mirë dhe drejt, pa ekuivoke dhe pa vetëm në mënyrë profesionale. Kjo është tetë rëndësishme dhe kjo më ka udhëhequr gjatë gjithë jetës time që të mos bëj kompromise mbi parimet që unë ja kam vendosur vetes sidomos në profesion, por edhe të jem i sinqert në raport qoftë me kolegët, me miqtë e mi, në përditshmëri, kështu që sinqeriteti është një nga vlerat që dua ta veçoj tek vetja dhe që dua ta vazhdoj ta kultivoj gjatë gjithë jetës time, sepse të jesh i sinqert dhe të jesh profesional janë dy nga vlerat më të rëndësishme që gjithë jetën time deri tani dhe do të vazhdojnë të jenë më tutje edhe në karrierën time dhe në profesionin tim. Dhe tani si përfundit ishte të pyes se cilat janë planet dhe ambicet tuaja për të ardhmen, duke parë se rrugtimi yt të ka pru deri tani deri këtu në një vend shumë fantastik në burimet mëdha që ke kryer dhe çka mendon që do të vazhdosh më vonë. Unë si që tash nuk kam shumë dëshirë të bëj plane për të ardhmen, sepse gjërat rrjedhin dhe spontanisht. Disa nga punët e mia më të mira kanë ardhur komplet spontanisht, nga disa takime komplet rastësishme, por që kanë rezultuar në produkte shumë të mira. Mirë po të ardhmen time, unë tani në ndërlidhje me profesionin aktual që në studimet aktuale që po bëj në Varshavë, në studime evropiane, kështu që e ardhmja ime patjetër do të jetë e ndërlidhur me studimet evropiane, me Bashkimin Evropian, kështu që pse jo mund ta shoh veten edhe në Bruksel, po mund të jetë edhe në Kosovë, mund të jetë në vende të tjera të Bashkimit Evropian, nuk i dihet, kështu që mundësitë janë, vetëm duhet parë dhe duhet të angazhohemi vetë që t'i gjejmë këto mundësi dhe e ardhmja na pret e mirë nëse ne angazhohemi që të gjejmë një të ardhmë më të mirë. Faleminderit shumë Elion, faleminderit që kjo ardhët në emisionin tonë. Dhe shpresoj shumë që në të ardhmen do të kesh punë më të bukura dhe të kalosh shumë mirë. Faleminderit shumë dhe të njëjtat ju uroj edhe për ty. Të uroj shumë sukses në rrugtimin tënd dhe faleminderit për këtë intervistë të bukur. Faleminderit shumë. Federata e të rinjve evropian është një zë i fuqishëm për paqen, sundimin e ligjit dhe të drejtat e njerëzit në kontinentin tonë. Me një vullnet të pashuar për të promovuar qytetarinë evropiane të vërtet, kjo organizat ka një histori të gjatë dhe një ndikim të thellë në shoqërinë civile evropiane. E themeluar në vitin 1972, Jeff Europe ka shpërndar vizionin e saj për një bashkim evropian të thelluar dhe të zgjeruar. Me mbi 10.000 aktivistë organizuar në mbi 250 seksione kombëtare, rajonale dhe lokale në 37 vende, kjo organizat ka arritur që të mobilizojë dhe të bashkojë energjitë e të rinjve në të gjithë Evropën. Përmes platformës së saj të vlerave, të përcaktuara në manifestin e Ventotene, platformën politike dhe rezolutat e saj të miratuara nga organet e saj statutore, Jeff Europe promovon idetë e lirisë, drejtësisë dhe solidaritetit, duke thelluar ndjenjen e përgjegjësisë ndaj njëri tjetrit. Elion Kolçaku dhe të rinjtë e tjerë që ndjekin rrugën e aftësimit të tyre intelektual dhe profesional janë burime të pasura për shoqërinë. Ata sjellin një kontribut të çmuar në ndërtimin e një shoqërie më të zhvilluar, solidare dhe me perspektivë evropiane. Ky entuziazëm dhe përkushtimi i tyre shërben si shembull frymëzues për të gjithë të rinjtë që shpresojnë të kontribuojnë në ngritjen e një shoqërie të ngritur dhe të integruar. Unë ju falenderoj që ishit me ne gjatë këtyre minutave dhe mirupafshim javës që vjen. Tum.